kryet skuadrës Akshit është një grua që ka respektin tim të padiskutueshëm, Linda Karçanaj, e cila sot është mas sigurie në një shtëpi me qera ku jeton, pasi ka jetuar deri pak vite më parë në shtëpinë që dikur ishte e prindërve. Operacionet e fundit të SPAK dhe BKH në Palas kanë nxjerrë në pa një tjetër rast që ngre pikpyetje serioze mbi lidhjet mes pushtetit dhe pasurive të pajustifikuara. Kontrollet në një vilë të lidhur me ish drejtoreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj, hedhin hije dyshimi mbi transparencën dhe integritetin e zyrtarëve të lartë që kanë administruar sektor të ndjeshëm si teknologjia dhe të dhënat publike. Deklaratat e përsëritura të kryeministrit Edi Rama, i cili ka mbrojtur Karçanajin duke theksuar se ajo jeton me qira në Tiranë, tashmë përballen me një realitet që kërkon sqarim të plot. Nëse zyrtarët publik rezultojnë të lidhur me prona luksoze që nuk përputhen me deklarimet e tyre, atëhere besimi i publikut goditet drejt për drejt dhe pa justifikim. Kontrasti mes asaj që thuhet dhe asaj që po zbulohet është thelbësor. Nëse një zyrtare e lartë del e lidhur me prona luksoze, ndërkohë që prezantohet si qytetare e zakonshme, atëhere kemi të bëjmë jo thjesht me mospërputhje, por me një problem serioz besueshmërie dhe llogaridhënieje. Ndërkohë, mungesa e transparencës nga ana e SPAK mbi materialet e sekuestruara lë hapësirë për dyshime dhe spekulime. Informacionet paraprake për pajisje dhe dokumente të gjetura, edhe në pronat e biznesmenit në kërkim Ergy Sagasi, sugjerojnë një rrjet më të gjerë interesash. Ky zhvillim kërkon hetim të thelluar dhe përgjegjësi konkrete, përndryshe rrezikon të mbetet një tjetër rast që shuhet pa pasoja reale.